Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka ndar një foto nga darka informale në Tiranë mes liderëve të BE-s së Ballkanit Perëndimor, të organizuar nga kryeministri Edi Rama në kuadër të samitit të Komunitetit Politik Evropian që do të mbahet nesër në kryeqytet. Në Tiranë, për takimin e Komunitetit Politik Evropian, është i pari që mbahet në Ballkanin Perëndimor. Çfarë simboli fuqishëm, familja jonë evropiane e vlerave shtrihet përtej kufive të Bashkimit Evropian, ne ndajmë një kontinent dhe një të ardhme të përbashkët, shkruan von der Leyen në rrjetet sociale. Nesër kryeministri Rama do ta nisë ditën me takime që do të paraprinë samitit të Komunitetit Politik Evropian, parashikohet që ai të ketë bisedime me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte e më pas me homologun spanjoll Pedro Sanchez. Në total, gjatë ditës Rama do të ketë 10 takime dypalëshe me homolog të ndryshëm evropian, përfshirë kryeministren italiane Giorgia Meloni, presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidentin turk Recep Erdogan. Nuk do të mungojnë as takimet bilaterale mes udhëheqësve të vendeve të ndryshme, samiti i cili punimet do të nisë paradite në drejtimin e kryeministrit Edi Rama dhe presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa. Agenda parashikon 3 tryeza të rrumbullakta me fokus në rritjen e konkurrencës dhe sigurisë evropiane përmes inovacionit dhe qëndrueshmërisë, po ashtu do të zhvillohen punime edhe në 2 seanca plenare. Shtuna e 17 majit do të jetë një ditë e ngarkuar me 2 vizita të tjera zyrtare, ato të presidentit të Moldavisë Maia Sandu dhe më pas ato të presidentit francez Emmanuel Macron, ky i fundit në vizitën e tij të dytë zyrtare në Tiranë brenda një viti e gjysmë, do të shoqëroj këtë herë edhe nga bashkëshortja e tij. Personalisht është kënaqësi që të ritakohem me presidentin, i cili është një mik i dashur edhe shumë i mençur. I dashur Antonio, shumë faleminderit. Ne jemi këtu sot pasi presidenti ka vizituar të gjithë rajonin dhe është ndalur në Tiranë edhe për faktin se nesër do të jetë i pranishëm në takimin, në samitin e Komunitetit Politik Evropian. Natyrisht që diskutuam për të dyja aspektet që na lidhin me Këshillin Evropian dhe me Bashkimin Evropian, për aspektin e procesit ton të rrugës drejt antarësimit, që po ecën shumë mirë. Sot Shqipëria është zyrtarisht në tryezën e negociatave me 16 kapituj të hapur, 8 kapituj të tjerë do të hapen në ditët në vijim dhe synojmë që t'i hapim të gjithë kapitujt brenda vitit, ndërkohë që siç e kam ndarë edhe publikisht gjatë gjithë fushatës elektorale në mënyrë të veçantë, plani i përbashkët me Komisionin Evropian dhe i mbështetur nga vendet anëtare është që të arrijmë të mbyllim negociatat në arkun e 3 vjetëve, domethënë nga 2024 kur filluan 2027. Është një plan shumë ambicios, por është një mundësi e jashtëzakonshme për ne, pasi janë rreshtuar yjet në një farë mënyre dhe Bashkimi Evropian sot, si asnjëherë më parë, të paktën në memorien time, është shumë i dëshiruar që të pranoj antarë të rinj, po natyrisht bazuar në merit dhe bazuar në rezultate. Aspekti tjetër për cilin folëm me presidentin është natyrisht ecuria në tërësi e rajonit, sepse edhe kjo është e lidhur me arsyen pse Bashkimi Evropian sot është në gatishmërinë më të lartë për të pranuar antarë të tjerë, sepse edhe konteksti gjeopolitik është i tillë, dhe unë
dëshiroj që të përfitoj nga rasti edhe sot, po patjetër edhe nesër kjo do të jetë pjesë e diskutimit që t'i ftoj të gjithë kolegët e rajonit, miqtë e mi, që të mos e humbasim këtë moment që historia na e ka sjell në derë. Dhe ta shfrytëzojmë maksimalisht këtë gatishmëri të Bashkimit Evropian, pa harruar që historia e gjithë këtyre viteve ka treguar se procesi i zgjerimit mund të shpejtohet në një moment dhe mund të ngadalësohet për shumë vite. Dhe e fundit që dua të theksoj është që më vjen jashtëzakonisht mirë që këtu kemi edhe një mike të shtrenjtë të Shqipërisë. Në fakt, definicioni eksakt nuk është mike, po është ish mike, sepse tani më është skipëtare nga Italia, Federica Mogherinin, që nuk e kuptoj akoma pse se ka bërë aplikimin për pasaportën shqiptare. Vetëm një justifikim ka që pret ta marrë pasaportën europiane të Shqipërisë, pra European Union Albania, se nuk do këtë pasaportën me lëvizje të lirë, po pa drejtë qëndrimi në Bashkimin Evropian. Edhe shumë faleminderit dhe studentëve të kolegjit që i shoh nga portreti që janë student kolegjit, sepse kanë një rrezullim nga yjet e Bashkimit Evropian në portret. Thank you very much, dear Prime Minister, dear Edi, for your hospitality, për mikpritjen, për këtë mikpritje kaq të ngrohtë. Dhe që është kënaqësi për mua që përmbyll turin tim të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor këtu në Tiranë. Siç e dini edhe ju, për Bashkimin Evropian, zgjerimi me vendet e Ballkanit Perëndimor është investimi më i madh gjeopolitik që ne po bëjmë për momentin, dhe ky është momenti i duhur dhe e kemi ne në dorë tashmë për të arritur këtë proces sa më shpejt që të jetë e mundur. Shqipëria është mishërimi i procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian, duke qenë në rrugën e duhur drejt antarësimit në BE. Rezultati i zgjedhjeve këtë javë konfirmoi edhe një herë dëshirën e qytetarëve shqiptar për të integruar në Bashkimin Evropian dhe i dashur